Ne sot jemi këtu për të hyrë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Bëj fjalë për disa banor të hynin, të shohim se sa do na lejojnë. Kërkesa i është bërë në emër të gjithë banorëve, që Këshilli Bashkiak së pari t'japi llogari për faktin e thjeshtë që është bërë 2 herë kërkesë për krijimin e komisionit hetimor dhe në mënyrë të çuditshme në minutën e fundit tërhiqet 1 ose 2 antar. Ne do t'i bëjmë kërkesë antarëve direkt të Këshillit Bashkiak përse nuk e bëjnë të mundur krijimin e komisionit hetimor. Kur ne tashmë çështjet tona qoftë edhe për faktin e thjeshtë që nëse ata nuk janë të përfshirë në problemet e projektit, duhet patjetër na japin mundësinë të shprehim të gjithë paragjykësitë që ka projekti. Ky Këshill Bashkiak jo vetëm na dëgjoj dhe nëse s'na dëgjon ky, ne do të vazhdojmë me proceset jo thjesht gjyqësore, por edhe përtej gjyqësoreve. Megjithatë, Këshillit Bashkiak sot jemi për t'i treguar edhe një gjë, pikërisht një nga pikat që do ngrihen në komisionin hetimor. PDV-ja aprovuar e Tit Durrës është kaluar pa aprovimin e nismës së PDV-s, e cila është detyrim i kryetarit së bashkisë ta kalojë pranë Këshillit Bashkiak. Pra, moskalimi i hapjes së nismës së PDV-s është një shkelje e rëndë ligjore, të cilën këta po përpiqen ta fshehin. Jena këtu në mbështetje të popullit të Durrësit, të cilëve po bëhet një padrejti për sa i përket pronave. Ne kena ardhur nga fshati Paksarriull i Velipojt Shkodrës, nuk kena ardhur se jena trima për të dalë zot këtyne me trimëri, por kena ardhur që t'u tregojmë dursakëve dhe gjithë shqiptarëve të Shqipërisë që ne jemi bashkë për pronat, që s'do të lejojmë asnjë njeri dhe asnjë person, qoftë politik apo individ, që t'na marrin dhe t'na caktojnë pronat tona. Ne këtu jena pak sot, por thirrja, unë do të bëj thirrje gjithë popullit shqiptar që na dëgjon, na shikon, ju lutemi, bashkohemi bashkë pa na asnjë lloj force politike përveç interesit përbashkët që është prona. Unë jam Luciana, jam banore e Rjollit. Ne kemi ardhur sot në mbështetje të bashkëqytetarëve tonë nga Durrësi, duke qenë se na ra të bashkohemi nga halli. Nuk jemi vetëm ne dhe Durrësi, siç e keni parë dhe para parlamentit, jemi shumë komunitete nga Shqipëria që po përballemi me këtë shtet, që vetëm shteti shqiptarëve nuk është, që po mundohen na marrin çdo centimetër tokë, që po mundohen na marrin çdo centimetër jetë në këtë vend, se nëse na marrin pronën, na marrin shtëpitë, na marrin tokën, fshatarëve ju marrin kullotat e përbashkëta, çfarë ju ngelet për të jetuar në Shqipëri? Ndaj, besoj që kemi filluar një rrugë shumë të mirë gjithë bashku, për të bërë gjithë bashku si një front për pronën, për të mbrojtur të drejtën tonë themelore, të drejtën themelore të shtetit që është prona.